Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në Kallëzo për një men. Qendrat për punë sociale janë ndër institucionet më të rëndësishme në kujdesin social. Kompetencat e tyre janë shumë të gjera e bashkë me to edhe autorizimet. Punëtorët social në baza ditore merren me secilin rast të dhunës në shkolla, të nxënësve deri në moshën 14 vjet. Ata janë të obliguar të merren po ashtu me secilin rast kur fëmijët bien dash me ligjin. Në kompetencat e tyre janë edhe mbikëqyrja kujdesit prindror e madje edhe situatat e besimit të fëmijëve. Pra, në çdo situatë kur çiftet janë ndarë apo kanë pasur probleme me dhunën dhe gjykatat kanë vendosur masën QPS-t vijën në lëvizje. Në malin e tyre të kompetencave, QPS-t kujdesen edhe për trajtimin e temave të rëndësishme, si luftimi dhe parandalimi i terrorizmit. Si institucione, qendrat për punë sociale u përgjigjen komunave, ndërsa përgjegjësia për mbarvajtjen e punës bie zakonisht në drejtoritë për mirëqenie sociale dhe ato të shëndetësisë. Në emisionet e kaluara kemi konstatuar në vazhdimsi që këto qendra të rëndësishme anë mban vendit kanë deficiencë të stafit dhe janë larg çdo standardi operacional. Kur i kemi publiku të dhënat për numrin e punëtorëve, kemi marrë raportime të tjera për kushtet e punës dhe objektet jashtë standardeve ku punon stafi QPS-ve. Në vendin tonë, operojnë mbi 30 qendra, por në edicionin e sotëm, ne do të flasim për 8 qendra të punëve sociale. Qendrat për punë sociale u shërbejnë të gjithë qytetarëve, por raportimet e para që i kemi marrë janë se shumica prej tyre nuk kanë ashensor dhe nuk janë të qasshme për personat me aftësi të kufizuara. Udhëtimin tonë verifikuese kemi nisë në komunën e Vitis. Atje kemi pranuar raportime që qendra ka probleme dhe është në renovim të pjesëshëm. Po shkojna atje me pa se çka kemi gjetë. Kjo është gjendja e banjëve. Pra si mund të shihet banjo, muret janë të plasarituna, hapësira është jo e ndërtume në kushte të mira. Në pjesën e korridorit mundeni me pa që janë disa prej pajisjeve cilat munden me ka jashtë përdorimit, po që janë vendosur pra në katin e parë të qendrës për punë sociale në Viti, gjitha dyert e zyrtarëve social në katin e parë janë të mbyllura, po hypim lart me këshy nëse është dikush, përndryshe si në çdo qendër sociale deri më tani nuk gën lifti, hapësira e parë, në cilën njerëzit që me nevojat të veçanta munden me i shfrytzu për me hyp. Pra si që mund të shihet një zyrë, është boshe. Kjo është zyra për kontaktin prind-fëmijë. Deri më tani asnjë prej zyrave nuk ka. Pra si që mund të sheni që kjo është gjendja. Po i shohim që dyert janë të vjetra, salla e cila përdoret për kontaktin prind-fëmijë nuk e kishte gjendjen më të mirë të mundshme për me zhvillu një kontakt mes fëmijës dhe prindit. Kjo është njëna prej dosjeve, pra nëse hyn dikush aktualisht në qendër për punë sociale, ka qasje në krejt
dosjet e mundshme për shkak që siç po shihet gjitha në tokë, pra është një gjendje kaotike këtu në pjesën ku po mbahen pajisjet higjienike. Njëjtë edhe në këtë dhomë, pra siç mund të shihni për shkak të jo digitalizimit të dosjeve, pra gjitha dosjet janë fizike dhe të njëjtat janë të lënuna në një anën prej dhomave e ku, pra në orën 12 sot kemi ardhur në qendrën për punë sociale në Viti me pa gjendjen, nuk është kërkush brenda kësaj qendre, gjitha dosjet cilat munden me u konsideru edhe të ndjeshme. Pra gjithë se cili person në këtë moment se futet në qendrën për punë sociale ka qasje në gjitha dosjet e qendrës për punë sociale. Njëjtë edhe në tualetin në katin e dytë, gjendja është e tillë. Ajo që ka mundemi me pa diçka e re ose e restauruar, po i shohim që drejtoret janë treja, ndërsa hapësira e brendshme e kësaj qendre për punë sociale në Viti është e vjetër, duke nisur që nga zyrat, dyert e zyrave. Pra e pam, qysh tualetet e kësaj qendre për punë sociale nuk janë në gjendjen e duhur. Hapësira të brendshme nuk arritën me i pa për shkak që gjitha zyrat të cilat gjenden brenda kësaj qendre për punë sociale, pra janë të mbyllura. As drejtoresha, as punëtorët social nuk ishin në vendin e tyre të punës 5 minuta para se me u bo 12, pra dhe kur zyrtarisht fillon edhe orari i pauzës. Në anën tjetër, hym brenda për me pa gjendjen, në katin e tretë të kësaj qendre për punë sociale, pam dosje të shumta të cilat duhet të jenë konfidenciale e që trajtohen nga punëtorët social. Përveç hapësirës këtu e cila është e destinuar për karroca, 3 kat, pra qendra për punë sociale në Viti nuk i plotson kushtet për personat me aftësi të kufizuar, të cilët vinë për të marrë shërbimet sociale brenda kësaj qendre në Viti. Për me i sfidu me pamjet që i pam, kemi tentu me marrë përgjigje nga drejtoresha QPS-s me Rusha Ahmeti. Ajo është përgjigj në telefon për me dhonë sqarime pse gjendja e qendrës është e tillë. Jo, për momentin nuk kemi ndonjë sigurim që ndodhet, kështu që pauza jonë zyrtare është pritë të mbetës deri në oranë 1, edhe gjithë zyrtarë ndodhen në qatë moment po shef. Në rregull. Janë pauzë, domethënë është zyrtare për të gjatë. Drejtoresh, unë momentalisht jam në qendrën për punë sociale. Po. Në hymje nuk ka asnjë person. Do me thonë, zyret ishin të mbylluna, janë të mbylluna, po në katin e tretë ma atësa pash për shkak të punimeve që janë të u bo, do me thonë krejt dosjet janë në 2 dhoma. Pra, në qëtë moment, unë e kom shku deri në katin e tretë, unë e po ata qasje të letë për me brenda kësaj qendre për punë sociale, edhe me potencialisht me i pa dosjet cilat ju i keni trajtu. A i shdash me u leju që këtë qasje e letë ndaj qytetarëve të thjesht, për shembull? Fillimisht, objekti ndodhemi në pauzë. Kështu që edhe objekti si që në të edhe të e pa është në renovim. Po, në rregull, se kuptoj, po. Normalisht që nuk mundemi me pas ndonjë qasje tepër sigurisë, madje as për vetë individët që ndodhen atë, është pjesë e procesit renovimet. Okej. E procesin e dosjeve, a e keni të digitalizuar apo e keni në dosje fizike? Mbaret të cilat procedura, janë një pjesë që janë digjitale, janë një pjesë vetëm procedurë fizike. Mbaret prej llojit të dokumenteve prej landës që është trajtuar. Të dio që në kalumën procesi ka qenë fizik, edhe shumica dokumenteve janë në mbi 5 vite,
edhe nëse shikomi me procedura ligjore mbi 5 vite e ka drejtën asgjësimit. Mirë po, meqense përmes komunës nuk kena arrit me kriju një marrëveshje me kompani që me asgjësu kanë met. Përndryshe ato dokumente janë irrelevante. Dokumentat relevante ndodhen në zyret e individëve që ushtrojnë profesionin dhe janë të mbyllura nëpër arkiva me qartë. Edhe kanë siguri jashtëzakonisht madhe. Përndryshe ato dokumenta që jo pishene e kanë kalu periudhën mbi 5 vjeçare, që nëse shikomi me procedura anorale që nuk është diçka sekreta. A ka hapësira të përshtatshme për punë drejtoresë, se nuk patëm qasje me i pa, po dojnë atë pak a ka hapësira të përshtatshme të punës? Na po e shohim që është në renovim, po për zyrtarët social. Po, për zyrtarët social, nëse shikomi zyret i plotësojnë standardet e hapësirës, edhe është në rregull. Edhe shkaku i privatësisë, ku zyrtari i shërbimeve sociale, shkaku i kompetencës, ndodhet vetëm në një zyre. Kështu që plotësohen, mirë po, nëse shikomi infrastrukturën, është infrastrukturë e vjetër, ne duke shiko objektin, mirë po, sa i përket çështjeve teknike, kompjuteri, janë modelet matria, janë I5 dhe I7. Domethënë kena arrit me siguri për një periudhë shkurtë të gjithë mi pas kompjuterat e ri, madje ulset I kanë përshtatshme, janë ulse moderne, është një karpomje që ofron në kodë shërbimeve sociale, ku vendos disa piktura ku trajtojnë problematika ndryshme dhe japin mesazhe simptose edhe për cilin këshilla. Ndërsa sa I përket infrastrukturës, shihet që është e vjetër. Edhe kemi pas pamundur ndonjë intervenim shkaku I financave dhe pajtona plotësisht që duhet një investim I brendshëm. Të dhënat që I kemi konstatu në qendrën për punë sociale në Viti janë të qarta. Qendra nuk ka shënsor, ndërsa hapësirat nuk janë të përshtatshme për me zhvillu punën punëtorët social. E nga Vitia, kemi vizitu një qendër tjetër, atë të Gjilanit. Në këtë qendër, e cila mbulon një popullsi bukur të madhe, mirë po mbi 15 punëtorë në Gjilan ka në posedim vetëm një veturë zyrtare, e cila është e vjetërsuar dhe shpeshherë paraqet problem në vozitje. Objekti I qendrës për punë sociale në Gjilan është I vjetruar, pra ka vitet të tëra që funksionojnë brenda këtij objekti, e që njëra prej çështjeve kryesore të këtij objekti është sipas normalisht edhe drejtorit të qendrës për punë sociale, po edhe punëtorëve të tjerë të cilët funksionojnë çdo ditë brenda kësaj hapësire, është mungon izolimi I kësaj hapësire, që kjo ndonjëherë pamundson edhe që hapësirat e brendshme të cilat qëndrojnë qoftë edhe zyrtarët social, por qoftë edhe persona të cilët vinë me marrë shërbime sociale brenda QPS-s në Gjilan, pra të kenë ftohtë dhe të mos ndjehen komod gjatë marrjes së këtyre trajtimeve. Prej katit dytë, po vazhdojmë në katin e parë, aty ku edhe do të trajtojmë pra edhe pjesën e parë, e ku supozohem pra që të jenë edhe zyrat e konfidencialitetit, mjediset e sigurta për fëmijën, të cilat zhvillohet edhe kontakti mes fëmijët, prindit, kontakte këto që bëhen nën menaxhimin dhe nën mbikëqyrjen e punëtorëve social të cilët japin pra këto shërbime. Në këtë pjesë, pra, siç mund të shohim, pra është hapësira e korridoreve, e cila është e ngushtë, e në anën tjetër e kemi pra edhe njërin nga tualetet këto I cili I plotëson standardet bazë, standardet kryesore, por jo ato të cilat janë të planifikuara që ti plotësor, qoftë një tualet I cili përdoret edhe nga ana e zyrtarëve social. Këto tualete janë të vetmet, pra është 2 kat I gjithë objekti I qendrës për punë sociale në Gjilan dhe kanë në përdorim vetëm 2 tualete në katin e parë. Po shkoj me vizitu një anën prej sallave cila përdoret për nga prindrit kryesisht në takimet me fëmijët e tyre. Ka lodra, ka hapësirë për të ullur, por që nuk do
në bazë të zyrtarëve gjithmonë, nuk është e standardit kryesor ashtu si kërkohet pra që të jetë një dhomë e perfekte dhe përshtatshme për këto takime, këto mjedise të sigurta të cilat konsiderohen që ju ndihmojnë fëmijëve në rastet të cilat ata janë pjesë. Ajo çka kemi marrë informacion nga koha sa kemi qenë këtu pra, është në këtë dhomë shpeshherë mungon edhe ngroja, andaj duhet që të përdoren pra pajisje shtesë, nxemse shtesë për të mundësuar pra ngrojen e kësaj hapësire në mënyrë që të zhvillohet edhe takimi i cili është parapar në kuadër të shërbimeve sociale të cilat i jep edhe qendra për punë sociale në Gjilan. Nga ajo çka kemi mësu edhe çka kemi bisedu edhe me zyrtarë sociale edhe me drejtorin e qendrës për punë sociale, është për shembull, në raste kur ka takime apo biseda konfidenciale, kur nuk duhet të dihet fare se një person është duke intervistuar nga zyrtarët e qendrës për punë sociale, kjo nuk mundet me u realizu në një dhomë të veçantë, e cila pra do duhet me u konsideru si dhomë e veçantë. Kjo për faktin se qendra për punë sociale në Gjilan nuk e ka një dhomë të tillë, pra nuk e ka një hapësirë të tillë e cila shfrytëzohet për këto takime konfidenciale me viktimat e rasteve të ndryshme të cilat munden me qenë fëmijët apo edhe të tjerë. Pra në rast se ndodh një takim i tillë, zyrtarët social të cilët punojnë, që punojnë 2 deri në 3 zyrtarë social në një zyre të vetme, duhet ta lirojnë hapësirën në mënyrë që të zhvillohet ky takimi konfidencial apo biseda apo intervistimi konfidencial. Janë shkallët të cilat shfrytëzohen nga ana punëtorëve social për të shkuar në katin e dytë. E kujtojmë që në qendrën për punë sociale në Gjilan janë 2 zyrtarë të cilët janë me aftësi të kufizuara që të njëjtit me kërkesa pra të cilat janë aprovuar edhe nga drejtori i qendrës për punë sociale në Gjilan. Janë bartu në katin e parë, duke u mundësuar atyre që të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për shkak të gjendjes së tyre. Pra, ata janë vendosur në katin e parë, janë larguar nga kati i dytë, duke i vlerësuar edhe faktin që kanë pasur pengesa apo kanë pasur nevojë që të punojnë në katin e parë për shkak të mungesave të hapësirave adekuate që janë për këta zyrtarë në fakt që punojnë në QPS. Kjo është vetura e vetme e cila është në përdorim të zyrtarëve social. Pra është vetëm një veturë për më shumë se 10 zyrtarë social të cilët punojnë në qendrën për punë sociale në komunën e Gjilanit, pra për dallim nga ajo e Prishtinës, e cila kishte 3 vetura zyrtare në përdorim, kjo e Gjilanit ka vetëm një dhe secili zyrtar i cili duhet të shkojë të përgjigjet në ndonjë raste i cili pra për të cilin është thirrur. Në Gjilan kemi konstatuar situatën dhe problemet e prej atje kemi udhëtuar në Ferizaj. Punëtorët nuk na kanë lejuar me hyrë në qendër pa pas një leje prej drejtorishës. Nga jashtë, gjendja konstatohet edhe në këtë qendër problematike. Do me bolë hejtësi, do të së është drejtorisha, është nëse lani na i takim. Me udhëhecëna? Oke, asë mundë me kështu mi po na qysh është gjendja për shembull ai keni kejt? Ja, jo është. Nuk mundë me, okej. Punëtorët nuk na lanë me hyje dhe me pa me çfarë kushtesh infrastrukturore përballën ata gjatë kryerjes së detyrave të tyre ditore si punëtor social, pra për të kryer edhe shërbimet sociale. Ajo çka mundemi me vrej gjatë kohës sa ardhëm deri tek qendra për punë sociale është që nëse një person, një invalid, një person me aftësi të kufizuar, vjen në qendër për punë sociale për me marrë një shërbim të caktuar, duhet me hyrë përmes këtyre shkallëve. Pra për shkak që mungon edhe lifti i cili mundet me ju lehtësu të njëjtëve që me hyjë në katin e parë, ku gjendet qendra për punë sociale dhe me marrë një shërbim të caktuar social në ato shërbime pra të cilat përfshihen e të cilat i kryen qendra për punë sociale në Ferizaj.
Hapësira të papërshtatshme, mosmirëmbajtje dhe probleme të theksuara teknike, këto janë veç disa prej problemeve gjenerale të cilat hasen në pothuajse të gjitha qendrat e punës sociale të vizituara në rrugtimin tonë. Situata është edhe më e rëndë në Prishtinë. Në kryeqytet, qendrën për punë sociale e merr uji sa herë që bie shi. E vendosur në një hapësirë të vjetër, kjo qendër është e ngushtë, nuk ka sigurim fizik e as detektor. Objekti është i vjetër, disa nga llampat nuk punojnë e madje mungojnë edhe hapësirat e përshtatshme për personat me nevoja apo aftësi të kufizuara, të cilët shkojnë për të marrë shërbime. Zonja Azemi, jemi në hyrje të qendrës për punë sociale, një anës prej njësive të qendrës për punë sociale në Prishtinë, sepse janë 3 gjithsej. Jemi te lokacionit të Qafa. Apo na tregoni mas pari që ky objekt, a është objekt publik, apo qysh, a ka ekzistuar gjithë qendra për punë sociale në këtë objekt? Po, qendra për punë sociale është institucion publik, tu ka ekzistuar prej vitit 2000, për vitet më hershme nuk kam njohuri se nuk kam punu, prej vitit 2000 jena këto sistemu. Qësar vjetë jeni jo pjesë të qendrës për punë sociale? 25 vite. 25 vjetë ju keni punu në këtë objekt? Po, qëtë objekt jam. Apo hyna pak me pa mranda qysh është gjendja e objektit? Këto është hyrja e objektit. Po e shoh që këto të hyrja e objektit zakonisht në për institucione publike që konsiderohen pak edhe me rrezikshmëri pak më të lartë, ka edhe aspekt edhe pajisje të sigurisë. A ka pas ndonjëherë qendra për punë sociale? Është diskutuar disa herë më vendosë pajisje të sigurisë, po ndoshta ka më pak edhe çështje kohës dhe çështje aranxhimit të komunës, po janë diskutime sipër. Sa shërbime në përgjithësi ofrohen qendra për punë sociale në ofrohen 74 lloj shërbimesh. Po ka punë që jam në përgjithësi shumë të madhe, që njëjtën kohë mundesh me thonë që nështë stafi nuk është i mjaftueshëm për gjithë këto shërbime që ofrohen këto. Me kualifikim jam të mirë, më me thonë për gjithë punëtorët, po përmbi gjitha kena nevojë për resurse shtesë. A është lehtë më bëu punëtor social? Është lehtë më bëu, po për me punu dësh me qenë pak shumë i përgatitur profesionalisht, ku dhe mbas gjithë këtyre vite që kena punë, përvojë pune, trajnimet as të njëherë nuk e kena lënë anësh, është duhet me vazhdu me shpjegu profesionalizmin tanë, sepse nevojat karshi rasteve gjithër kanë ndryshu, kështu që duhet gjithër me qenë i përgatitun për çdo lloj klienti që kërkon shërbim që pësa. Të pas parasysh faktin që ju kryeni trajnime, kryeni shkollim të caktuar për me u bë punëtor social, po në anën tjetër në aspekt të kushteve të punës. Po më intereson me ditë në këto 25 vjet të fundit, cilat kanë qenë në fakt kushtet e punës në cilat keni punu ju edhe cilat kanë qenë mungesat bazike themi ashtu për qendrën për punë sociale, me punu në mënyrën më të mirë të mundshme, mos me të mungu diçka në punë, qoftë prej aspektit teknik apo hapësirave. Qendra për punë sociale është kjo që është tash për tash këto që na të funksionu. Është kati i parë që i thojnë ana, është asistenca sociale, ku marrin ndihmë sociale personat e kategorisë parë dhe kategoria e dytë, që marrin ndihmë sociale. Pjesa e dytë dhe gjysma e kësaj pjese janë shërbimet profesionale. Unë nuk më thonë që janë më të mirat, por janë këto që janë, por shërbimet asnjëherë nuk kanë mungu. Na e dinë atë niveli me cilën jena nivelit komunal, komuna është përpjekje Siprit, jena të ndërtu objektin e ri, që me zës po presim edhe mu përfundu, edhe besoj që ati kena mu sistemu pak ma mirë. Nuk po thëmë që s'kena pas vështërsi, po me kalimin e kohës tu punu njerëzit në për institucione, e kam pa mënyrën sa punojnë, a qysh punojnë, a përgjithësit ka shqit punës që i kena, kështu që i pomene që kena me qenë dhe ma mirë se që jena tashte. Nëse shohim në aspektin e hapësirës, a është e mjaftueshme që kjo hapësirë për një zyrtar social për me i përmbush krejt detyrat cilat i ka? Të nisë për faktin edhe që pak po doken hapësirat ma të ngushta, a është e mjaftueshme kjo? Përderi sa që nështë ta punëtori është interesu me folë? Përveç që s'ka hapësirë mjaftueshme, na kemë Gjysburgu, kështu në dritaret. Po, për këtë, sepse ideja është, për shembull,
vyn ndriçim, vyn një hapësirë pak më e madhe, letra, dokumentet, një farë konfidencialitetit, dokumenteve, të hapësirave. Gjithherë të shpresu që kena më bo ma mirë me qendrën e re që po shpresojna më na u bo. Po ndryshe në qëto kushte kena punu dhe i tani, po të shofëm. Po besoj që ka me shku ma mirë. Punëtorja që kemë këtu së dekan pushem, gjithashtu psikologëve për momentin nuk kena. Kushtet i ka këto që i ka, nuk janë të këqia, po nuk janë ndërma të mira, të pas parasysh ndryqimit në ashta pik dite dush me qenë me kësi lampa. Këtu është zyrja që ne mojmë dritën shkym, që prej këtu i kontrollojmë qysh po zhvillohet kontaktimin brenda. Na ata i shofëm, ata neve jo. E punëtorja për momentin është për cilë qysh baba është ka sillet me fëmijën gjatë kohës kontaktimit. A është e mjaftueshme që kjo thon? Për me vrojtu po. Me vrojtu po, nuk na duhet ma shumë diçka. Me rëndësi është që na me pa mënyrën që zhvillohet kontaktimi brenda objektit. Edhe bërë shënime, për çdo rast. Kjo është një formë shumë e mirë për me arrit në sa ma shumë i përcjell klientat tonë. Idealja, çysh kish me qenë me pas këtë sallë e vëzhgimit mbi qyrjes. Idealja, çysh kish me qenë? Nështë ta dy kamerat e vëzhgimit me pas, me bo me kamera, po të shufëm në objektin e ri, po shpresojmë. Gjithmonë po mbesim me shpresën që në objektin e ri Me shpresë. ka me pas kushte dhe ma të mira. Po. Na drejtimi e të punu, kështu që të shufëm. Tu kalun pjesën e nalt, i kem shërbime sociale profesionale, po edhe kem zyrën e drejtorit. Drejtori udhëheci njësisë. Çka saktësisht ofrohet në gatin e dytë? Shërbimet profesionale Çka janë shërbimet profesionale? Për dallim për ndihma sociale poshtë janë shërbime profesionale, i ki fëmijët në masit kufizume, i ki personat dhunë familje, i ki fëmijët në rastet dhunës familje, i ki personat që vendosëm shtëpinë e pleqve, i ki personat me çrregullime mendore, A i plotëson që kjo gjithmonë po flasim për qendrën ku jeni aktualisht, me i trajtu personat për shembull me aftësi të kufizume? Puna infrastrukturës nuk është për momentin. Po, çështja e Infrastrukturës nuk është njëherë rregulluar, gjithherë është folë, është diskutu, po mundësit kanë që tilla që nuk kanë arritur akoma me bu. A është për shkak të hapësirës apo cilat janë problemet? Ato janë shumë marrë probleme të objektit, vetë objektit që kom kjo që është. Po komuna jonë të pa që na punojna, dhe mënyrën sa na punojna, me shpresën edhe të i pa nevoja që do të mi pas edhe atë pjesë që me pas qasë dhe personat me asit kufizuar, e kam bë dhe planin e rindërtimit qendrës për punë sociale, që shpresojnë atje. Po, në aspektin e higjienës, sanitarisë, ne kena komuna ka të kontraktume pastrusën ja që e kena, vjen baza ditore 8-16, me ato kushte çfarë i ofron kompania e vet. Këto është një zyre, kjo është zyra jam, si udhëheqëse. Nuk mund me thonë që është më e mirë, po krejta zyrat po duken me një hapësirë të njëjtë. Prafërsisht. Prafërsisht një hapësirë e njëjtë. A mundesh me punu tetor mbyllur në këtë zyrë? Edhe pa pauzë, t'jash bjeshe bindon jam sa. Prej Prishtinës kemi shku në Obiliq. Atje punëtorët nuk na kanë leju me u fut brenda, por nga jashtë është vërejtur që ka plasaritje të murit të objektit dhe se ka nisur që të bëhet edhe me mëk. Të paktën, për dallim prej Prishtinës në Obiliq, në hyrje të kësaj qendre për punë sociale është i vendosur detektori i cili detekton personat cilët hynë brenda e me pajisit të cilat potencialisht mund të jenë të dyshimta, por përveç detektorit nuk pati ndonjë person fizik i cili mundet me pa kush hyn brenda kësaj qendre për punë sociale për me e kontrollu e më pas me u fut me marrë një shërbim të caktuar. Ani pse nuk patëm mundësi që prej brenda t'ju sjellim kushtet me të cilat punojnë punëtorët social në qendrën për punë sociale në Obiliq, ne ju sjellim pamje nga jashtë objektit të qendrës për punë sociale, ku shihet pra që në mure tashmë ka nisur që të ketë myk edhe ka nisur edhe plasaritja e murit jashtë pra të kësaj qendre për punë sociale.
Edhe në qendrën për punë sociale në Klinj ka probleme serioze të funksionimit të cilat presin zgjidhje. Realisht objekti si objekt është ndërtuar në vitet e 70-ta, kuptohet janë bërë disa renovime pas luftën vitin 2003, nga viti 2006 unë jam punëtor në qendrën punë sociale. Gjatë kësaj kohe ai ka plotsu kushtet e nevojshme për punëtor social me kry dhe me zhvillu punën për cilën ata kanë përgjegjësi. Realisht sa i përket gjendjes infrastrukturore, ne kemi bërë përpjekje që të krijojmë kushtet të përshtatshme për punë. Janë bërë disa renovime, qoftë nga organizatat e ndryshme qeveritare, por edhe nga komuna dhe kemi tentuar që të krijojmë kushtet të përshtatshme për punë. Sa punëtor social janë gjithsej këta? Na kemi tash 5 punëtor social, realisht qendra punë sociale funksionon në 2 sektore, të asistencës sociale dhe të shërbimeve sociale. Në shërbime sociale janë 5 punëtor, ndërkaq në sektorin e asistencës janë gjithashtu 5 punëtor. Krejt këta punëtor, sa vetura zyrtare i kanë mundën me i përdor për detyrat e tyre? Në dispozicione kemi 2 vetura, do më thonë tash për tash kemi 2 vetura, një vetur e shfrytëzon sektori i asistencës sociale, ndërkaq një tjetër e shfrytëzon sektori i shërbimeve sociale. A janë të mjaftueshme 2 vetura për punën që e kryen qendra për punë sociale? Jo, nuk janë të mjaftueshme, po ne kemi bërë kërkesë Kuvendit Komunal për të na siguruar edhe një veturë shtesë për shkak të vëllimit të madh të punëve, sidomos në sektorin e asistencës, po ashtu edhe në shërbime sociale. Kështu që unë konsideroj se 3 vetura kishin qenë të mjaftueshme për të kryer gjitha shërbimet në institucion. Ç'ja dalin punëtorët nëse ka 2-3 raste në të njëjtën kohë që duhet tu përgjigjen? Ne kemi një bashkëpunim të mirë me drejtorate të tjera brenda komunës, edhe kur kemi nevojë për vetura, ne i kontaktojmë drejtori të ndryshme dhe kuptohet pas një hezitim na sigurojnë veturën për dalur në teren. Du me kalu përmes qendrës për punë sociale me pa pak gjendjen edhe të zyrave. A mundesh me na tregu një anën prej zyrave ku punon një zyrtar i qendrës për punë sociale, i cilës do kategori që është? Realisht në këtë pjesën këtu janë zyret për zyrtar shërbime sociale. Çdo zyrtar ka zyrën e vet. Do të thonë kjo është një nga zyret ku punon një zyrtar i shërbimeve sociale. Që kjo zyre drejto, nëse shohim në aspektin e pajisjeve, po edhe të rasteve ku marrin dokumente, dosje, a i plotson kushtet, a është e mjaftueshme me thonë me punu një zyrtar i QPS-s? Konsideroj se këtu ishte është normal që investime shtesë me pas edhe në përzyre, po ndoshta është nuk është edhe në gjendje të keqe. Sigurisht që ne kemi bërë përpjekje që të sigurojmë edhe rafte shtesë për dokumente, po konsideroj se është e përshtatshme për ofrim të shërbimeve në kushte normale. Kjo që po shohim na është dhoma e kontaktit, po që është një hapësirë Hapësirë e ngushtë. Realisht nuk kemi hapësirë të mjaftueshme brenda objektit për të krijuar kushte më të përshtatshme. Kryesisht në qendrat për punë sociale të tjera të cilat i kemi vizituar, kemi pa që dhoma e kontaktit, po së don edhe disa prej lojrave në të cilat fëmijët edhe prindrit munden me i shfrytëzu për aktivitete gjatë kohës sa ata e zhvillojnë edhe takimin mes tyre. Në këtë dhomë po e shoh që mungon, po nëse në këtë dhomë mungon, ka QPS në Klinj një kant të lojrave të cila mundet me u shfrytëzu prej fëmijëve? Jo, realisht kanë lojrave ne nuk kemi brenda objektit. Kuptohet që është e nevojshme, po duke parasysh edhe hapësirën fizike, e kemi të pamundshme të krijojmë një vend të posaçëm për lojra. A keni bën ndonjëherë kërkesë? Po, kërkesat ne kemi të vazhdueshme, po realisht ne, siç e dini edhe ju, ne nuk kemi buxhet mjaftueshëm qendra punë sociale, edhe ka njëherë kërkesat hasin edhe vesh shurdhër, edhe
Edhe kjo është çështje prioritetit, se nuk i japin gjithë prioritet shërbime sociale, i japin diçka tjetër, kështu që për çata jesin edhe kërkesat pa i shqyrtuar dhe pa realizuar. Një dhomë tjetër, apo një zyre tjetër është edhe zyra e intervistimit, apo zyra konfidencialitetit, si që njihet kur në rastet të caktume ku viktimat mundet me qenë një kategorie të caktume, intervistohet në formë konfidenciale prej zyrtarëve të qendrës për punë sociale, apo se doni atë? Jo, ne dhomë të posaçme të konfidencialitetit nuk kemi. Ne të regova se i shfrytëzojmë zyret e zyrtarëve të shërbimeve sociale për të intervistuar edhe rastet e dhomës familje, edhe rastet tjera që vinë shërbime sociale, kuptohet, ne jemi të obliguar të ruajmë konfidencialitetin, sepse është detyrim ligjor, edhe zyrtarët e shërbimeve këto intervista realizojnë brenda zyret veta, kuptohet pa pjesëmarrjen e të tjerëve për pos menaxherit rastin, në rastet caktuar kur kërkohet edhe ndihma e zyrtarëve tjerë atë involvuar, siç janë psikologë e raste të tjera. Tjetër çështje që po më intereson me ditë e pash pjerinën e parë kur hyra në qendrën për punë sociale këtu, që është pra ekziston edhe personat që janë qoftë me aci të kufizuar, por edhe ata në moshë të shtyr arrin me hy. Objekti është një kat apo është 2 kat? Objekti është realisht është një kat që shfrytëzohet për qendrën punë sociale, siç e thë edhe ti, qasja për personat me nevojë të veçanta është rregulluar në objekt, po ne shfrytëzojmë vetëm këtë kat. A keni sigurim fizik apo sigurim digital që detekton kush hyn brenda dhe kush dal prej, edhe me çfarë pajisje apo mjete? Pajisjen e detektimit, siç e thotë edhe ju, kemi, po nuk e kemi vendosur hala, tash ka ardhur, domethënë edhe sigurimi fizik, domethënë janë kryer procedurat të tenderimit që shqiprashe komuna, edhe pritet prej muaj tjetër me angazhua sigurimin fizik, sepse kjo ka qenë kërkesa edhe e Ministrisë së Drejtësisë. Një qendër tjetër në të cilën kemi pranuar raportime për kushte të vështira të punës është edhe ajo në Deçan. Po shkojmë atje për me verifiku se cila është gjendja e saj. Kur kemi arë në komunën e Deçanit, kemi arë në qendrën për punë sociale, në objektin ku është e vendosur edhe qendra për punë sociale, dhe kemi pa nga jashtë objekti është jashtëzakonisht i vjetër. Kemi arrit me pa edhe faktin që podrumi i këtij objekti pra ka xhama të tyre. Në këtë objekt ku jemi aktualisht funksionon përveç qendrës për punë sociale, funksionon edhe kryqi kuq, por edhe dikasteri i pensioneve, pra nga ana e Ministrisë së Financave. Zyrtarët që kanë qenë këtu na kanë treguar që objekti është i vjetër, por që ko pas kohe ka pasur edhe disa renovime të caktuara pra brenda këtij objekti. Së fundmi është rregulluar edhe aspekti i laminatit në qendrën për punë sociale, pra në gjithë këtë objekt i cili ka 4 kat, pra në 2 kate zhvillohen edhe puna në qendër për punë sociale në Deçan, pra zyrët e punëtorëve social këto të cilët punojnë, janë 9 të tillë të cilët pra shfrytëzojnë zyrat e këtij objekti për të ofruar shërbime ndaj qytetarëve të cilët kanë nevojë për shërbime sociale. Kjo është njëra nga dhomat e qendrës për punë sociale në Deçan, ku shihen dosje të shumta, të cilat janë, sepse ende funksionojnë në aspekt fizik me dosje fizike, pra nuk e kanë të digitalizuar sistemin për trajtim të rasteve në formë digjitale, por ende punojnë me kopje fizike, ndërsa do të ndjekim edhe do të shohim edhe hapësirat e tjera të cilat pra përdoren nga ana e zyrtarëve social këtu në komunën e Deçanit. Kjo është kati i parë, janë disa prej zyrave të cilat gjenden këtu. Zyrtarët për asistencë sociale janë në katin e parë, ndërsa në katin e dytë zhvillohet edhe pra puna për shërbime sociale, e ku punojnë edhe zyrtarët social. Njëra nga zyrat
e zyrtarëve social në Deçan, pra duket kështu, shohim që ka mungesë të lyerjes së mureve brenda hapësirës, pra brenda objektit të qendrës për punë sociale në Deçan. Kjo është njëra nga zyrët e njërës prej zyrtarëve që punon këtu. Nuk është ndoshta nuk ka ndonjë pamje më të mirën cilën munden me e pas. Theksojmë se sistemi ngroje, sistemi i ndryshimit, por edhe sistemi i ujit në bazë të zyrtarëve, ashtu siç edhe na kanë thënë, pra funksionon, është i rregulluar dhe së fundmi tani kanë vendosur edhe pajisjet për ngroje në çdo zyrë në qendrën për punë sociale këtu në Deçan. Vetë zyrtarët na kanë thënë që objekti është i vjetër dhe të njëjtit, pra kanë treguar që tashmë së fundmi renovimi i fundit që është bërë në aspektin e vetëm që është ndru pjesa e laminatit, pra është shtru laminati i ri për shkak që më herët ka pasur tepe dhe nuk ka pasur pllaka apo diçka tjetër. Kjo që po shohim është toaleti i cili përdoret prej anës së zyrtarëve për shërbime sociale në qendrën për punë sociale në Deçan. Kjo është banjo e cila përdoret nga ana e gjinisë mashkullore dhe është një tjetër toalet i cili përdoret nga zyrtarët e qendrës për punë sociale. Kënd të lojrave të veçantë në qendra për punë sociale në Deçan nuk ka, pra dhoma kontaktit fëmijë prind shfrytëzohet edhe si kënd i lojrave për fëmijë. Në anën tjetër, në bazë të zyrtarëve të QPS-s në Deçan, pra nuk ka dhomë të veçantë të intervistave konfidenciale në rast se ka ndonjë viktime e cila duhet të trajtohet në mënyrë konfidenciale, ata trajtohen përmes zyrave të zyrtarëve social. Pra të njëjtit shfrytëzojnë zyrat e tyre personale të punës për të kryer edhe intervistat të cilat bëhen pra me viktima e që konsiderohen konfidenciale. Gjithsej qendra për punë sociale në Deçan ka 9 punëtor, të cilët funksionojnë me vetëm një veturë zyrtare, pra kanë veç një veturë që shpeshherë sipas tyre u bie që të përdorin edhe veturat e tyre zyrtare në mënyrë që të trajtojnë rastet të cilat raportohen në qendrën për punë sociale për të kryer shërbimet pra që jep ky institucion lokal. Në qendrën për punë sociale në Drenas, objektin e të cilën funksionojnë punëtorët social në këtë qendër për punë sociale është jashtëzakonisht i vjetër, ndërsa ashtu siç po e shihni fillimisht para se me hy brenda qendrës për punë sociale, meqense është vetëm një kat objekt, atëherë kemi pjerinën e parë e cila përdoret për të hyrë pra brenda personat të cilët janë me aftësi të kufizuara apo personat të cilët janë të moshuar e që vinë në qendër për punë sociale për të kërkuar shërbime sociale në kategorinë të cilën ju takojnë. Pra fillimisht në hyrje të kësaj qendrës për punë sociale, siç mund të shihni, pra mungon edhe sigurimi fizik, por edhe sigurimi tjetër digjital i cili tregon për hyrjen e personave brenda kësaj qendre për punë sociale. Në anën tjetër, ashtu siç e përmenda edhe në fillim, pra është një objekt i vjetër, po ashtu edhe vetë punëtorët social na kanë thënë që objekti është shumë i vjetër, janë gjithsej 13 punëtorë social të cilët punojnë në qendrën për punë sociale në Drenas, e që të gjithë këta punëtorë pra kanë në shfrytëzim vetëm 2 vetura, cilat i kanë marrë në vitin 2010, ashtu siç na ka treguar edhe udhëhecja e kësaj qendre për punë sociale. Dhoma në të cilën jam aktualisht është dhoma e kontaktit prind-fëmijë. Pra një dhomë e cila supozoj të kishte edhe lojra për fëmijë në mënyrë që edhe prindi por edhe fëmija të kenë hapësirë që gjatë kontaktit me anë të vendimit të gjykatës në mbikëqyrjen edhe të zyrtarëve social pra të zhvillojnë aktivitete së bashku.
qendra dosje fizike janë kryesisht të vendosura në dollapat e cilat ju mund të shihni edhe vetë në mungesë të dollapave adekuat, ku nuk mundet me pas qasje persona të tjerë në dosje konfidenciale që trajtohen për anën së qendrës për punë sociale, sepse këto dosje kryesisht përmbajnë edhe informata apo të dhëna personale, pra mund të shihni se mbyllja e këtyre dollapave është bërë kryesisht me ngjitës apo edhe me lidhse të këpucëve. Sistemi ngrohjes brenda kësaj qendre për punë sociale, por edhe çështja e ndriçimit energjisë elektrike në bazë të udhëhecsës, siç na ka thënë edhe udhëhecja e qendrës për punë sociale këtu në Drenas, pra është sistem i vjetër, ndonjëherë kam probleme qoftë me ngrohje, qoftë edhe me energji elektrike për shkak pra të sistemit të vjetër. Kjo është njëra banjo apo tualeti cili përdoret nga ana e punëtorëve. Pra ashtu si që mund të shihni, ky tualet nuk i plotëson kushtet për shkak që edhe njëra nga xhamat në dritare pra është i thyer dhe është tentuar që të manovrohet me një letër e cila të paktën nuk lejon lagështin në gjatreshjeve të shiut të hyjë brenda. Qendra për punë sociale në Han të Elezit funksionon me 3 zyrtarë. Një objekt i lëshuar në funksion në vitin 2010, ndërsa sot numëron disa probleme. Drejtori i qendrës flet për këto mungesa dhe hapësirat që nuk kanë arritur me i ndërtu për shkak të mungesës së buxhetit. Përveç hapësirave, zyrave të vogla, punëtorët nuk e kanë të rregulluar sistemin e ngrohjes, nuk kanë dhoma të veçanta për këndin e lojrave apo për intervista konfidenciale. Sa i plotëson kushtet që kjo zyre për juve? Është me vërtetë se ne kemi pas rastin, do të them një shembull ashtu konkret, ne kemi pas rastin se kemi pas 3 musafir apo 4 musafir kanë ardhur në takim, tonë kemi pas mundësimi të zyre, o desh me ndru zyre me dalë të zyra e takimit atë ku i kemi. Po mbi gjithë më zyre kemi problem me takuar, për arsye se ju peshif në vetë, më është pak zyre e vogël, është pak si e kufizuar për me realizuar ato objektivat tona të cilat i kemi. Po, mbi gjithat më thonë, është e qëndrueshme, na po mundohemi me përballue dhe kështu po vazhdojmë. E përmendëm më herët faktin, nëse mundemi me vazhdu që me pa dhe objektin. Tutje përmendet më herët faktin edhe të mungesës së liftit dhe për shkak që qendrat për punë sociale ofrojnë shërbime të ndryshme edhe për kategoritë e moshuara apo edhe për kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Qysh arrin personat me aftësi të kufizuar me ardhur deri në katin e dytë me i marrë shërbimet sociale të cilat i jep qendra për punë sociale? Të them të drejtën, ne jemi një radhë të vogël dhe i njohim njëri tjetrin dhe kur kemi pas nevoja të tilla, jemi munduar të praktikisht kemi dalë poshtë. Kemi kryer shërbimin apo kemi kryer ato obligimet tona të cilat i kemi. Po me gjitha paku shërbimi nuk kam betë, deri sot është shumë e vërtet, po me mundin, do thonë një mund më tepër tonën apo angazhimin më tepër tonën. Qoftë edhe me aspektin e ndihmës fizike, ndoshta ka pas nevojë të tilla, më thonë duke mbajt për krau apo një gjatë tillë, po mbi gjitha më thonë shërbimet janë kryer, po është problematike, për arsye se ne po duhet të angazhosh shumë, siç e thaj edhe ti, më thonë unë mbaj pozitën e drejtorit, por njëkohësisht ne kemi rromet se i fillim, ne kemi 2 shërbime tona. Është shërbimi social dhe skema sociale. Pa e llogarit administratën, financat e tjera të cilat i kemi, kurse i kam 2 punëtorë krejt, më thonë. Realisht kemi një punëtor të shërbimit sociale dhe një punëtor të skema sociale, asistencë sociale.
kemi pa për shembull, sepse kemi vizituar edhe qendrat e tjera për punë sociale nëpër Kosovë, kemi pa mungesa të shumta duke nisë edhe prej dhomat e konfidencialitetit cilat i kanë zakonisht qendrat për punë sociale për me i kry intervistat me viktimat të cilat duhet me mbet, qoftë intervistimi, po edhe pala duhet me mbet konfidenciale. A ekziston një e tillë në hanin e Elizit, në qendër për punë sociale? Apo i shfrytëzoni zyrët sikurse edhe pjesa tjetër e qendrave me cilën e kemi marrë? Ne deri më sot, tash të themi për fat mirë, nuk kemi shumë zyrtar, edhe kemi secili kanë zyrët tonë, dhe e kemi pas atë konfidencialitetin për arsye se në zyrët tonë, se ne di që qendra të tjera, më ka qendra që ka detyra punëtor punojnë me një zyre, po na për fat mirë ju peshefni, kemi 3 dhomat, më thonë 3 zyre, që na i shfrytëzojmë, duke nisë prej asistencë sociale, shërbime sociale dhe unë si drejtor këtë rast. E kemi edhe një zyre të thata tjera, që ma pa zyrtar, por e kemi... Nuk e ka emrin dhome konfidencialitetit, po shfrytëzohet. Nuk e kemi shfrytëzuar, nuk e kemi emërtu kështuna, për vetëm qëllim e thonë se i kemi zyrët tona për moment dhe nuk kemi zyrtarë. Po ndoshta nëse do të mund të ndarman me morë ndonjë zyrtar tjetër, do të atëherë do të më emërtue një dhomë tilla, po do të më bëni një zgjidhje. Nëse i morëm 2 po mendoj, këtë rast, atëherë do të më bëni zgjidhje për një dhomë të tillë. A keni dhomë të monitorimit? Jo. Këtu i mbajmë takimet prind fëmijë, po njëkohësisht këtu mbajmë seanca psikosociale për ato fëmijë që kanë nevojë, edhe pse u e thashë në fillim, ne nuk kemi as psikolog për e mbajt, po na po mundohemi me fuqinë tonë, me atë kapacitet tona, po mundohemi me mbajt kësi seanca psikosociale, po njëkohësisht na shfrytëzojmë edhe për vlerësim të fëmijëve me nevoja të veçanta apo maksizuara që janë për shkolla. Ekipi që është për vlerësim. Sa duhet që kjo më bua në QPS? Ka pas mungesë të objektit në shkollën e më të mëdha, dhe për atë arsye ne kemi vendosur së bashku me komunën ta bëjmë këtu ta shfrytëzojmë edhe ne, po edhe ato raste që kemi, sepse për arsye se nuk ka ndoshta shumë raste të vlerësimit, dhe për atë arsye kemi vënë më këtu na për momentin, ndoshta do ta ndërtoj edhe shkolla apo detyra arsimit në shkollë, por kjo për ne është pra shërben. Kjo ne është pra shërben për të mirë, domethënë, për trajtim psikosocial të fëmijëve, kontaktin prind fëmijë, sillomësisë. Tash, po e marr shkas faktin që ju e përmendët më herët që për shkak të zyreve të vogla që vjen një musafer apo një donator, apo dikush prej komunës, apo prej ministrisë, qoftë me marr raport apo me ju pyet lidhje me punën që e bëni. Edhe ju e shfrytëzoni këtë hapësirë për me i pru musafert si një hapësirë pak më e madhe. Që ndodh në një rast që të është të bëni vlerësim, të i ki musafert, qysh ja bën? Mund të thonë kjo, mund të na ndodh, pa e kemi menduar këta, por nuk kemi hapësirë tjetër, dhe nuk ka dosh, nuk ka obliguar për me bënë një gjë të tillë. Tash njëri do të më shtin ose takimin ose vlerësimin do të më shtin, po besoj që takimin do të më shtin takimet, ose me transferu takimin prej këtu me shku në objekt komunës, me mbajtën, një zgjidhje do të më bëjmë, por realisht derisa nuk kemi pas raste, por e kemi menduar këta, që mund të më ndodh një gjë e tillë, por takimin do të më shtin ose do të më komplet më transferuar në zyrën apo në objektin e komunës. Me disa prej drejtorëve, zyrtarëve social të cilët më ka me diskutu gjatë këtyre ditëve, sa jemi duke realizu këtë reportazh, na kanë folë edhe për mungesën e mjeteve, automjeteve, po edhe të pajisjeve teknologjike, për shembull. Pjanisim as pari prej kerrëve. Sa vetura i ka në dispozicion qendra për punë sociale, nuk keni shumë punëtor, jeni 3. Po, të paktën vetura cilat ju e merrni një rast të caktuar dhe shkoni me identifiku. Qendra sociale e Elizit nuk ka asnjë veturë. Me çka shkoni në rast? Asnjë veturë nuk e ka, por na edhe pse nuk kemi pas ndonjëherë, domthonë ndalim të shfrytëzimit të veturave të komunës, por janë dhe procedura të cilat na do të më ndjek. Si për shembull, nëse nesër kemi shkuar në verifikim, sot do të më bëjmë kërkesën, me dërguar te zyrë kryetarit, drejtoresha më së pari, pastaj te zyrë kryetarit,
edhe që ma aprovu kryetarit për me nesëm na me morë vetura. Unë janë të procedura, mëse pas me shku të zyra e atyve që janë përgjes për vetura, edhe me morë veturën, me në shku disa bloke, disa për diçka. A shumë më vështirë, pak është vështirë kjo, për arsye se ju e dini shërbimet i jepin jenë provu edhe jo si gazetare, shërbimet sociale lypen aty për aty me kry shërbimin. Dhe ta është neve më në haro në një rast, që për momentin me shkullë më thonë, në haro një në gjënë tila, po thamë drejtë nuk e kemë mush as blok, as kërkesa, vish kemi shkoj kemë veturë, me kanë mirë kuptue, komunës, por është një zgjidhje, por jo zgjidhje e përkosh, apo që neve na kryjnë punë çdo herë. E përmende në zemësën, u mu më ranë sy gjatë kohës sa e realizum intervistën, sa kuj duhet që sa i do me më unë zeme me këtë pajisje? A ose është këtë përdërshme për juve? Ashtë e vështirë. Me kësi po nëzeme, na në praktikisht të zdërët të mloja me sistemin ze, po thash po presin vitin arshëm me instalue. Jemi në komunën e Kaçanikut, kemi anë me i qoftë edhe infrastrukturën, po edhe kapacitetet tjera që i ka qendra për punë sociale në këtë komunë me i trajtu për mi dhonë shërbime pra sociale, shërbime të tjera, ato që i ka për të trajtuar kategoritë të ndryshme pra qendra për punë sociale, për dallim prej vendeve të tjera, pamje të tjera të cilat ju kemi sjell qendrat për punë sociale në disa komuna i kanë pas objektet e tyre, por për dallim nga këto qendra në komunat e tjera, ajo e Kaçanikut është e vendosur në sallën sportive të komunës e Kaçanikut, pra është në katin e parë. Ajo që po shohim aktualisht është hyrja kryesore, dera kryesore për me shku drejt tek qendra për punë sociale, që nuk ka ndonjë mbishkrim apo ndonjë plakat të madhe për me tregu që qendra për punë sociale dhe shërbimet sociale mund të merren pikërisht në këtë vend, është thjesht një letër e vogël e cila tregon që brenda kësaj hapësire, pra të sallës sportive që është në kuadër të komunës, pra gjendet edhe qendra për punë sociale. Meqense drejtori nuk pranoi që të flasë për ekipin e Kallëzopikon në lidhje me hapësirat të cilat munden me i pas në posedim në qendrën për punë sociale në Kaçanik, e cila është vendosur në sallën sportive të komunës, ne kemi arritur që të paktën të identifikojmë disa prej zyreve të cilat janë në funksion të qendrës për punë sociale, e që ajo është zyra e skemës për ndihma sociale, zyra e shërbimeve sociale dhe zyra e drejtorit, pra këto 3 zyra konsiderohet që janë në kuadër të qendrës për punë sociale në Kaçanik, ndërsa zyrat e tjera janë kryesisht zyrat të cilat i takojnë drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit. Pra këto janë hapësirat të cilat i përdorin punëtorët social, meqense janë të vendosur në sallën sportive, pra në Kaçanik. Këto janë hapësirat të cilat ata i shfrytëzojnë për tualete në mungesë të ndonjë hapësire të veçantë vetëm për ta. Shikues të nderuar, në vizitat tona në qendrat për punë sociale kemi dokumentu probleme shumë serioze. Është evidente që për të vendosur gjendja në kontroll duhet investime serioze dhe rregull në mirëmbajtjen e qendrave. Ne do të vazhdojmë në emisionet e radhës në qendrat e tjera. E ju, vazhdoni me na shkruajt në kallëzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.